إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله نفلندري vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkoj. Salavatet dhe selamet I dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë të cilët e pasojnë me të mirë deri në ditën e fundit. Ky popull I ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dallon për nga gradat, shpërblimet dhe afrimi me Allahun azza wa jall në botën tjetër varësisht prej synimeve, qëllimeve dhe ambicieve që I ka pas në këtë dynja besimtari. Nëse në këtë dynja besimtari ka synimet, ambicje dhe qëllimet e larta edhe të mëdhoja, atëherë edhe në botën tjetër Allahu azza wa jall tha: "Walal akhiratu akbaru darajat." Në ahiret, gradat, pozitat janë edhe më të larta, shpërblimet janë edhe më të mëdhoja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson në një hadith edhe thot Allahu azza wa jall është I bukur. Është I bukur në qenjen e tij, është I bukur në emrat dhe cilësitë e tij. Këtë bukuri Allahu don me pa edhe te robi I tij, në shpirtin e tij, në besimin e tij, në moralin e tij. Po edhe në ato të mirat e dunjos kur Allahu azza wa jall ja mundson një robit, pejgamberi Allahu tha Allahu don ta shohë te robi I tij se ai I shfrytëzon ato të mira. Normal, pa mendjemallësi edhe pa e tepruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon edhe na mëson. Thot Allahu I don ato veprat e mëdhoja, I don synimet e mëdhoja, qëllimet e larta, edhe ju urren ato qëllimet e ulta, punët e ulta. E urren që besimtari mu marr me një gjuna vazhdimisht. E urren që besimtari mu marr me punë të ulta si bartja e muhabetëve, shpifjet, rrenat. E urren që besimtari mu marr me gjana që nuk I hin nudha ti, nuk ka nevojë, as nuk I bojnë mirë, as dunja, pas në ahiretin e ti. Pra si që shohim në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që besimtari mu kanë me qëllime edhe ambicje të mëdha, mu kanë ambicios, mos mu kanë me qëllime edhe synime të ulta. Fjala e parë e cila e zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fjala e cila ndryshoi jetën e pejgamberit, ndryshoi jetën e sahabëve, ndryshoi qëllimet e tyre, ka qenë fjala Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tan. Lexo se Zoti jot është më bujari. Pra kjo vepër Allahu e ka bërë ligj në këtë dynja se nuk mundet me hes para një popull pa lexu. Një popull pa dije. Pa dietar nuk mundet me hes përpara, kjo është ligj në këtë dynja. Mirë po kjo vepër, edhe pse është madhështore në veten e saj, bëhet më e madhe dhe më e lartë atëherë kur bëhet ashtu siç Allah azza wa jall e porositi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që kjo porosi padyshim vlen për çdo besimtar. Me lexu në emrin e Zotit tan. Jo vetëm me lexu me Allahun, me lexu për Allahun, në rrugën e Allahut azza wa jall. Për atë edhe Allahu tha në një ajet në Kur'an: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu I ngrit prej besimtarëve ata që kanë dije. Ndërsa ajo që kërkohet prej neve pas kësaj, e që I zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto 5 ajetet e para, pasi që pa uzoj një periudhë shkurt shpallja të pejgamberit Allahut, ajetet e para të cilët I zbritën pejgamberit ishin: "Kum fa anzir wa rabbaka fakabbir." O Muhammed, çu edhe puno. Çu edhe thirrë njerëzit, këshilloj, kujtoj.
wa rabbaka fakabbir, dhe Zotin tanë madhroje. Zaten, ajo që kërkohet prej diturisë është puna, është vepra. Thuhet një proverb arabe se dituria i përshpërit punës, e thirr punën. Nëse puna nuk i përgjigjet, humb edhe dituria. Zhduket edhe dituria. Allah Azza wa Jalla thot: "Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." Është shumë e urryer te Allahu që ti më fol me ditë ndërsa nuk punon. Pra vepra jote është ndesh me atë që ti e di. Një djalosh i ri, Rabia bin Kab, që ka qenë si një lloj shërbëtori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ka gjind në nevojat e tij her pas here. Pejgamberi Allahut një ditë dashti ta shpërblen. Edep suneti pejgamberit Allahut ka qenë dhe na ka mësuar si besimtar që me shpërbly të mirën me të mirë. Bile ka thonë në një hadith se kur dikush ta ban një të mirë, ktheja me të mirë, ktheja të njëjtën. Po nëse nuk ki mundësi, atëherë bën dua për atë derisa ta shif që i ki dal hakush. Pse? Se kur ta ban dikush një të mirë, e nin si një farë ulësie, e nin një farë se ti e si një robi ati, se ai që ta ban një të mirë, edhe si kur të robron. E që mës me një vetëm besimtari i ult në këtë rast, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ktheja me të mirë, po nëse nuk munësh, atëherë bën dua për atë derisa ta menoj që i ki dal hakush. E pejgamberi Allah në këtë rast këtij djaloshit dashti ta shpërblen për hizmetin që ja ka bëu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha lip tash ka dush. Kjo shans prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili premton edhe jep të vërtetën, të sigurtën. Ky djalosh i ri, i cili ishte i edukum në shkollën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në ato ambicjet e larta, synimet e mëdha, tha ja Rasulullah, tha me ty në xhennet. Tha mos tha diçka tjetër. Tha jo, tha vetë çata. Tha ndihmoma në këtë punë, tha me shumë namaz. Shtoje namazin. Pra ky djalosh diti shka me lip në këtë moment, në këtë shansë që ndoshta është një herë në jetën e tij. Mirë po, përderisa është i edukum, me ato qëllimet edhe ambicjet e mëdha, di qysh me shfrytzu edhe shansën e tij të jetës. Sahabët një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke dashur me u kallëzu, me i nxit, me eduku, po edhe me u kujtuar vlerën e Ebu Bekrit, se pse është më i miri, pse është më i dallumi pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përderisa ishin bashk, i buni disa pyetje, tha kush prej juve tha sot është agjerueshëm? Ebu Bekri e çoi dorën. Kush tha prej juve sot e ka vizituar një smut? Ebu Bekri e ngriti dorën. Kush tha prej juve sot e ka vizituar, e ka përcjell një xhenaze? Ebu Bekri e ngriti dorën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha vallahi, tha nuk janë mbledh çdo cilësi, çdo vepra të një besimtar në ditë vetëm sa ai meriton me hi në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Këtë ambicje të madhe edhe të lartë, e që e ka shfrytzu çdo shans edhe moment e Ebu Bekrit të kohës së tij, na e tregon Omeri edhe më shumë sahabët të cilët kanë garu me vetin të mira. Ata e kanë përjetu edhe kanë praktiku ajetin ku Allahu thot fastabiqul khairat. Vraponin punë të mira. Garoni në punë të mira. Jo si kur na që ndoshta kur është puna me boni punë, me sakrifiku diçka, veç e këshirmin janë i tjetërin, se kush për bëni pari që me shpëtu. Po në këtë rastin nuk e shpëtu, po ke hup. E sahabët, si Ebu Bekri dhe Omeri, një ditë prej ditëve kur besimtar islami kishte nevojë për sakrificën e besimtarëve. Kishte nevojë për sakrificën e pasurisë së besimtarëve. Omeri tha në këtë rast ta une ja shkoj tha secilit. Pra ja shkoj edhe Ebu Bekrit, sa është shanca ime. Pejgamberi Allahut i pret, Omeri shkon e merr gjysën e pasurisë. Edhe ja dërgon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi Allahut e vet, pasi që mëshira e tij ishte për sahabët, tha çka i lave tha familjes tone, tha ja Rasulullah, të njëjtën që ta kumpru ja kum lan, edhe pejgamberi edhe familjes time, që është domethënë gjysa e pasurisë. Edhe tash po e pret Ebu Bekrin. Ebu Bekri ja bën pasurinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha Ebu Bekri, tha çka i ke lënë tha familjes tone? Tha ja kum lënë Allahun, edhe ja kum lënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që nuk ishte rasti vetëm që Ebu Bekri e kishte sakrifiku krejt pasurinë për kauzën e islamit edhe të muslimanëve. Në këtë rast tha Omeri,
tha vallahi, tha unë e dorëzona. Unë nuk muj me garu me Ebu Bekrin. Pra këto ambicjet mëdha edhe të larta i kanë pas sahabët, të edukum prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po edhe ulemat e mëdhej, të cilët kanë lanë gjurë në histori, kanë përmirësu dhe kanë sakrifiku për popullin e tyre, si që është njëni prej tyre i njohtur Ibn Gjauzi, ka qenë i njohtur në dijen e tij, devotshmërinë e tij dhe sakrificën që ka bërë për popullin e vet, edhe vendin e vet, thot vallahi, thot Allahu më ka nderu. Pra shikone si i kanë pa ato mirësitë e Allahut. Pra mirësia e Allahut thot është që mu më ka mundësu me pas një ambicje të madhe, të lartë. Mi sinu veç ato më të lartë, më të mëdha. Thot mu Allahu thot më ka nderu me ambicje të lartë. Thot sikur Allahu ta kishte lënë që unë me arrit edhe pejgamberllëkun, thot unë e kisha arrit. Pra edhe çata e kisha sinu. Nuk e kisha lënë pa e arrit. Mirë, po thot ajo është çështje e prejme që i takon vetëm Allahut, nuk është me punën e njerit. Omeri radhiyallahu anhu thot e urrej, thot një besimtar i cili i synon ato punë të ulta, i ka qëllime të ulta. Mirë po, duhet besimtari më konë me synime dhe qëllime të larta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Këto ambicje të larta, të cilat na mëson dhe na edukon për feja Allahut azza wa jall, nuk mjaftojnë dhe nuk janë vetëm për çështjet e devotshmërisë, çështjen e adhurimit apo të ahiretit. Këto ambicje të mëdha edhe të larta janë edhe në punë e dynjas. Edhe duhet na si besimtar njëherë për gjithmonë mos më ra prej, mos më ndiku prej atyre të cilët mundohen me na imponu her pa dije, e her me qëllime domethënë të këqija që sulmojnë fenë e Allahut azza wa jall, se kin se feja e don dynjan prej ahiretit. Se kin se feja i kanë lënë mas besimtar. Nëse e shohim historinë, pra prej fillim, çaj Kur'an që i ka ndryshu pejgamberin, që i ka ndryshu sahabët, edhe i ka bërë që ai një grup i vogël me njoft krejt dunjaja, jo vetëm për fenë e tyre, por edhe për punët e dunjas të cilat kanë sakrifikuar dhe kanë arrit. Pra është çio fe që i ka bërë me hec para. Pra nëse ata i ka bërë me hec para, atë defekti është e na, nuk është e feja, po është e na si besimtar të cilët e kena lënë anash kuptimin e fesë tamam si duhet. E kena lënë anash shpalljen e Allahut azza wa jall, se feja nuk e ndon besimtarin prej dunjas. Për atë na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith dhe thot, e tregon një rast para përfundimit të dunjas, kur thot nëse ndodh që një besimtar e shef se dunjaja është duke marrë fund, është duke përfundu, siç janë ato shenja të cilat na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nëse ndodhin ato shenja, kjo dunja më merr fund. Po thot nëse ti si besimtar e arrin të çet kohë, e arrin çet gjendje, edhe thot e kini fidan në dorë, thot mbjellë fidanin. Para mendojnë çfarë gjendje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që ti me vazhdu punën tonë. Pra me mbjell atë fidanin, edhe pse je duke pa fundin e botës, edhe pse ti nashta nuk e sheh sa i fidan a qel as qel, nashta ti nuk përfiton. Mirë, po ti si besimtar je urdhëruar edhe në ato rrethana me punu. Edhe nëse e sheh umetin tan, pra popullin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i sprovum, sulmohet, i dopt, na si besimtar jena të urdhëruar me punu. Në ato mundësit edhe në takatin ton, rezultati i takon Allahut azza wa jall dhe suksesi është në dorën tij. Dhe sa kur jemi te pasuria, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dora që jep është më e mirë se ajo që merr. Është më e lartë. Që i bie është më e dashur. Te Allahu azza wa jall, dora e cila jep është më e mirë se ajo që merr. Që është nxitje e që ti nuk mundesh me arrit me dhon, nëse ti nuk punon edhe nuk arrin për atë pasuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam than hadith tjetër, tha me elan familjen tane me diçka prej pasurisë që ata nuk kanë nevojë me ashtri dorën dikujt, është më e mirë. Është më e dashur se sa me ilan ata me prit prej dikujt se kush po ju ndihmon. Kur erdhën disa tri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çnosh me vullnet
edhe i lipën pejgamberit Allahut, tha na jep diçka prej zeqatit. Pejgamberi s.a.s. tha juve nuk ju takon. E ki mundësin, e ki vullnetin, e ki shëndetin, edhe i ki sebepët, puna. Nuk i takon një besimtarit me i pas mundësit edhe me prit që dikush me ndihmu. Dikush me jazgat dorën. Omer bin Abdulazizi, Allahu pas mëshiru njëni prej udhëhecave 5 kalifëve të muslimanve, thot e kam pas thot shpirtin saher që ka synu sa ma nalt. Sa ma shumë. Thot e kam synu me pas një pozitë në shtet. Thot Allahu ma ka dhonë. E kam synu thot mu buk krijetari besimtarve. Thot Allahu ma ka dhonë edhe këtë. Thot tash e synoj xhenetin Allahut Azza wa Jall, edhe këtë shpresoj thot me emrin Allahut që të arri. Kjo nuk bjen ndesh me atë modestin edhe mos me pas lakmi besimtari në pozitë ose në udhëheci. Se ndonjëherë jo që lavdrohet, mirë po obligohet në moment që nuk ka kush e përmbush atë nevojën e besimtarëve, në udhëheci apo në pozita. Për atë edhe Allah Azza wa Jall e përmend Jusufin alayhis salam në kohën e tij, pra në Egjipt, se Jusufi e ka kërku prej mbretit që ai me ja mundësu me qenë përgjegjës për ekonominë e shtetit. Pse? Se i ka pas dy cilësi. Tha inni hafidhun alim, unë jam i dijshëm, edhe jam besnik. Dy cilësi kryesore që ka nevojë te pasuria. Kur të mirët njëri me pasuri, me ekonomi, lypën dy. E para, i dijshëm, edhe e dyta, besnikria, mës me tradhtu edhe mës me mashtru. Pra, si që shohim, Islami në mëson që na si besimtar mu konë me ambicjet larta, me ambicjet mdoja, me veprat mdoja, mirë për këto vepra dhe këto synime janë tradhtuar me disa gjana të cilat nuk i don nefsi. Nefsi nuk i don. Egoja nuk i don. Ambicia e lartë, synimi i lartë, lyp mund, lyp sakrificë, lyp pagjumësi, lyp qef ma pak, nëse dënë me arrit ato synimet e mdoja. Një lutje që është me një mesazh të madh dhe qartë, që e thot një hoqë, thot Allahu Azza wa Jall i mallkoft ato 2 denar ose ato 2 euro të cilat jipën në dëvërtet, jipën për të mirë, jipën për moral apo për familje, përballë atyre milionave dhe trilionave që jipën për me shkatru dëvërtetën, për me shkatru moralin, për me shkatru familjen. Sa Allahu kur i përmend në Kur'an, pra jo besimtar të cilën e luftojnë besimin, e luftojnë moralin edhe të mirën, thot innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum, pra ata shpenzojnë vazhdimisht. Shpenzojnë prej pasurisë për me shkatru, me deviju njerëzimin edhe me prish të mirën. Pra pasurinë e ka përmend se pasuria është diçka më me vlerë te njeri. Mirë pa ata japin edhe prej kohës, ata rrinë edhe pa gjumë, ata sakrifikojnë shumë sene vetëm e vetëm për mi arrit ato synimet të ulta, të preshta që i kanë. Ndërsa besimtari është nga flet, besimtari është në gjumë, besimtari e jep ndoshta më të paktën, më të voglën në ato synimet të cilat janë fisnike dhe janë me vlerë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Lusë Allahun Azza wa Jall që të na vetëdijson në ambicjet tona dhe synimet tona dhe të na mundson që të hecmi përpara me këto synime edhe qëllime të Allahu Azza wa Jall në këtë dynja edhe në ahiret. Wa akhiru da'wana